pushtet autonom. Pra, do të ketë një lloj autonomie ky lloj pushteti. Në Shqipëri votojmë vetëm për kryetarët e bashkive. Pra, nuk votojmë për individ, votojmë partit në zgjedhjet parlamentare dhe në zgjedhjet lokale votojmë për kryetarin e bashkisë. Kryetari i bashkisë është i vetmi institucion që zgjidhet drejt për drejt nga njerëzit. Me që ndërthurën të dyja, antarët e Këshillit Bashkiak do duhet të votohen nga njerëzit apo do të jetë thjesht lista e partive. Koha, si thua, duket sikur je gjithmonë në presion e kohës, do jesh, sepse volumi i ligjeve që do duhet të kalojnë në këto 2 vite është tmerrësisht i madh, edhe kjo historia e ngarkesës, domethënë kjo është e mirëqenë. Por është edhe e mjaftueshme nëse bëhet në dakord për principet. Sparja është inventari i saktë. Do mos gënjejmë veten me listën e zgjedhësve, sepse do të thënë më pak se gjysma jetojnë në Shqipëri. E dyta, karakteristikat historike që duhen ruajtur. Dhe e treta, duhet i bësh funksionale, ndoshta ke një detyrim për shkak të minoriteteve me 1 apo 2 komuna apo bashki çfarë do të jenë, por pjesa tjetër ka të bëjë me si thua një vullnet politik që hajde ku do jetë kompromisi, se çështja për ekspertë është krejt e qartë, mund të jetë ndarje me rajone, ndarja në 3 është diskutuar në 2014-ën. Do të thënë rajoni Veriut i Jugut dhe Tirana, mund të jetë ndarja me 6 sipas lumejve që përshkruajnë vendin, mund të jetë ku diun varianti i vjetët 35-36 e dikush me rretheve, mund të jetë 60-40, nuk është që përmendi dhe zoti Bozgo. Nuk është çështja thjesht tek numrat, por çështja është tek parimet për cilët do të bëhet dakord. Dhe nëse mungon komunikimi me publikun, do të thënë asnjëherë nuk do të arrish të marrësh avantazh elektoral kur je në opozitë. Pra, njerëzit sot duhet ta dinë, majoranca i ka votat, është krejt e vërtet. Jeni një kohë që, do të thënë, majoranca është arrogante, nuk pyet për kushtetutën, nuk pyet për ligjin, nuk pyet për rregullorën, nuk pyet për procedurën, nuk pyet për kodet, e ka treguar. Do të thënë, në të gjitha nivelet ka treguar që nuk e bën. Çështja është ti çfarë arrin të komunikosh, si do arrish të bindësh njerëzit që po, varianti që unë po kërkoj është varianti më i mirë. Ke një avantazh të madh, sepse kjo reformë tashmë është në pikpyetje. Do të thënë është dështuar në sensin që brenda 10 vitesh nuk arrin të bëhet dot. Dhe karakteristikë tjetër e pushtetit të zgjatur është një gjë që nëse deri 2013 kishim historinë që çdo gjë do fillojë me ne, pra ne e vim dhe e bëjmë reformën. Tashmë vetë brenda ka një vit zero vetë majoranca. Vetë brenda majorancës ka vitet zero në mënyrë të vazhdueshme. Pra, reforma e ujit, reforma e betjeve, po edhe kritika për atë që ka bërë vetë. Po duket sikur i ka bërë pala tjetër. Do të thënë janë një sër reformash që praktikisht do të thënë kanë ardhur duke u përkeqësuar. Ajo që përmendi afrimi pak më përpara që do të thënë mungesa e konsensusit politik nuk është thjesht një fjalë goje, por të duhet që të ketë legjitimitet, sa më shumë legjitimitet dhe besueshmëri të prodhoj, aq më e qëndrueshme do të jetë. Zoti Lida, më pëlqen shumë optimizmi i zotit Dervishi që ky vend ka shumë ekspert. Dhe këta ekspertë ka pak ekspert, po ato që i ka të mirë. Dhe më duket se gjithë punojnë atje te rrobaqepsia e zotit Kresniqi. Atje që është caktuar kostumi dhe këta ekspertet e masin e vizatorëve dhe ja qepin këtyre politikanëve këtyre partive. Që ta bëjnë një sqarim. Çfarë kanë parasysh? Këta ekspertet janë këta që kanë bërë reformën në drejtësi, si kanë pyetur po flasim për rastin konkret. Kanë pyetur, pyesin ata. Vetëm një sekond ta bëjmë një sqarim. Jo. Për reformën territoriale, jo, po se e merr keq kuptim komplet. Po e merr keq kuptim. Reformën territoriale kisha parasysh, ekspertët dalin edhe në media. Po mos e merr me ekspertët o Lita tani, merr me deputetët. Ta ekspertët e kanë çmendur këtë vend. Këta ekspertët e kanë bërë këtë vend kështu. Po se kanë votuar ekspertët, e kanë votuar deputetët. Se këta ekspertët pastaj bëhen antar gjykatës kushtetuese. Këta ekspertët bëhen antar gjykatës të lartë. Këta ekspertët marrin pozicione shumë të larta nëpër parti, bëhen deputet, bëhen ministra. Këta janë ekspertët që kemi ne. Edhe nga më të mirët. Që e qepin kostumin vetes tyre. Kush janë këta Lita? Dhe kostumi i ri që do qepin, e tha pak afrimin në mënyrë shumë të butë, janë investime strategjike dhe paketa e maleve. Ja kanë vënë syrin copave të Shqipërisë dhe sipas
interesave financiare do bëjnë dhe bashkit dhe zonat e tjera të njësive administrative, sepse këto njësit e reja të mëdha të zhvillimit kanë nevojë që gjërat të shkojnë smooth, që të shkojë infrastruktura shumë shpejt, mos ketë andradha, mos ketë kokçarje, kjo zona re e aeroportit, palasa, këta investimet në jug, këta investimet e paketës maleve, duan dhe mbështetje nga pikpamja e arkitekturës shtetërore të administratës. Pra, këta po i bëjnë, po i qepin kostumin investimeve të tyre. Opozita sigurisht nuk përshikon se opozita ka një vit që flet për narkoshtetin, për narkoqeverinë dhe befas tani do konkurrojnë me njëra tjetrën për kush e ka më të mirë konceptin e reformës territoriale. Po jo pra, nuk mund të jesh me narkoshtetin dhe bashkëpunosh me narkoshtetin